Nga 5 gushti kanë hyrë në fuqi ndryshimet e reja në kodin rrugor. Ndërmasat kryesore është heqja e përhershme e patentës për drejtuesit që kapen për herë të parë me mbi 0.5 gram alkool për litër gjak, pasi janë ndëshkuar më parë për drejtim nën efektin e alkoolit. Gjoba deri në 60.000 lekë parashikohen për gara shpejtësie, manovra agresive dhe ndryshime të rrezikshme të korsive. Ndërkohë ndalohet përdorimi i celularit në dorë gjatë drejtimit të mjetit, ndërsa drejtuesit e rinj me leje drejtimi B për 2 vitet e para nuk lejohet që të konsumojnë alkool. Eksperti rrugor Artur Sulçe në një intervistë për Ora News është kritik për disa nga ndryshimet, veçanërisht në zbatimin e kufizimeve të shpejtësisë dhe sinjalistikës në rrugë. Këto ndryshime që ka kodi rrugor nuk reflektohen, sepse kur mungon sinjalistika rrugore e kufizimit të shpejtësisë, mbizotron parimi i përgjithshëm. Pra, është në 120 me ndryshimet e kodit rrugor të vitit 2023. Sulçe kundërshton edhe heqjen e përhershme të patentës për përsëritësit e drejtimit nën efektin e alkoolit, duke argumentuar se masat duhet të jenë në përputhje me legjislacionin evropian. Ne po kërkojmë të shkojmë në Bashkimin Evropian. Dhe fakti që po shkojmë në Bashkimin Evropian është një ndër kërkesat e tyre është që të parafrojmë legjislacionin me ta. Ne, si zakonisht, gjithmonë në të gjitha ligjet tona, në vend që t'i parafrojmë me ato të Bashkimit Evropian që qoftë siç do trajtohemi ne kur vëmë në një shtet Bashkimit Evropian me ligjet e tyre, po ashtu dhe qytetarët e tyre kur vinë në vendin tonë të trajtohen pothuajse me të njëjtën ligje si atje. Pra, tek ne gjithmonë futet mishdije dhe elementi shqiptar për ta prishur që të jetë kundërshtim me rregullat në zbatim të këtij lloji ligji. Ndërsa ndryshimet synojnë forcimin e sigurisë në rrugë dhe ndëshkimin e shkeljeve të rënda, mbetet për t'u parë se si do të zbatohen në praktikë dhe nëse do të sjellin më shumë siguri në rrugët e vendit.